Allah është shpërblet hoxh, sa I përket rrjeteve sociale, kjo është pyetja e fundit, ndërsa arsimi po do më ta bëni pyetje mas meje. Allah është shpërblet. Selam aleikum hoxh, Allah të rujt e shpërblet për mundin, pata një pyetje. Cilat janë kriteret kryesore në Islam për të dalluar mes asaj që është e lejuar halal dhe asaj që është ndaluar haram në jetën e përditshme? Allahu I rujt e nderoj. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka dy mundësi me dalluar. Mundësia e parë është me shqyrë e Allahu dhe që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mundësia e dytë gjithashtu ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nis gjë që si qef me ta ditë tjerë, dije që është haram. Me hiç pa argumentin që përshkruan, po a ki qef me pa që është halki, a ki qef me ditë. A fjala gjithmonë për musliman se ato qafirat kanë qef dallash, po çështja në vëlla musliman, në muslimane sinqert ose sinqert, çdo gjë që s'ka qef tjerë me ditë që ti e të e bëha, dije se që është haram. Allahu a'lam.